vitit 2025 ka nisur duket se në formën më të mirë. Për ju s'di nga e fundit më mirë të filloj është sponsorizimi dhe partneriteti me Federatën e Futbollit Maqedonisë së Veriut. Si ndolli dhe si u arrit ky bashkëpunim? Përvoja ime 25 vjeçare në biznesin, me vetura të reja, si që përmende Grand Auto. Me vitet tëra kemi pas mundësi për bërë sponsorizimet, për bërë ndihma në sporte, në klube. Mirë po, ky vit për shkak se edhe si grup, si kompani, është bërë rritja me disa brende më tepër, por duke marrë parasysh se e funta është me FFM, me Federatën e Futbollit, po, aty Fordi ka qenë shumë dekada, them, 2 apo 3 dekada, sponsor general i UEFA Champions League, edhe parë si një arsye dhe si një mundësi që Fordin si brand ta ndërtojnë në këtë aspekt sportiv. Edhe ishte një moment ku u dakorduam me kryesinë e re, me kryetarin Masaro Meragic, që të bëjnë një bashkëpunim të mirë dhe gjithë ajo shkoi në fantazi, e patëm edhe pres konferencën, dhe tash i presim që të vinë ditë më të mira, si për ne, si për federatën, si për klubet në përgjithësi.